Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga pagjumësia, ekspertët kanë gjetur zgjidhjen. Do na falenderoni. Gjumi në të vërtetë është miku më i mirë i trupit dhe i mendjes. Megjithatë, shumë njerëz vuajnë nga çrregullime të ndryshme të ciklit, të cilat ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e tyre. Shqetësime të ndryshme gjatë natës, si për shembull apnea e gjumit, e cila shkaktohet nga bllokimi i frymëmarrjes gjatë gjumit, duke ekspozuar organizmin ndaj mungesës së vazhdueshme të oksigjenit, ose dhe disa çrregullimeve mendore, mund të jenë disa nga arsyet se pse ju nuk flini mirë. Por ndonjëherë ndodh që edhe gjumi i tepërt mundet që të prish ekuilibrat e një stili të shëndetshëm jetese. Prandaj ekspertët e shëndetit rekomandojnë që të bëni jo më pak se 8 orë gjumë gjatë natës. Megjithatë, shumica e njerëzve vuajnë nga pagjumësia dhe për të ekziston një mënyrë trajtimi që mbase nuk e keni dëgjuar. Magnezi. Magnezi është një lëndë ushqyese e cila gjendet në shumë ushqime, të cilat mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit, por jo vetëm. Ai luan një rol tepër të rëndësishëm duke ndihmuar organizmin që të kryejë më lehtë funksione të caktuara. Së pari, magnezi është i nevojshëm që trupi juaj të prodhojë energji të mjaftueshme. Burime të mira të tij janë barishtet, arrorët, farat dhe drithrat. Ky mineral luan gjithashtu një rol në zhvillimin e kockave dhe madje kontribon në funksionet kryesore trupore të tilla si një ritëm normal i zemrës dhe kontraktimet e muskujve. Gjithashtu, duke u bazuar në përfundimet e ekspertëve, ne këtu do t'ju njohim me gjithçka që duhet të dini për ndikimin që ka ky mineral në cilësinë e gjumit. Magnezi për të zgjidhur problemet me gjumin. Teoria që ekspertët mbështesin është që magnezi vepron duke qetësuar sistemin tuaj nervor qendror, kështu që ju do të ndiheni akoma dhe më të relaksuar dhe do të bëni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Shumë studime janë kryer deri më tani për të mbështetur këtë teori dhe provat kanë treguar se përfitimet janë të dobishme. Ekspertët gjithashtu këshillojnë që ju të konsultoheni më parë me mjekun tuaj para se ta merrni këtë mineral, kështu ju nuk do të keni nevojë të mjekoheni pa pasur realisht nevojë. Megjithatë, mënyra më e sigurt për marrjen e tij mbetet gjithmonë ushqimi. Stresi i përditshmërisë ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndetin tuaj. Dhe nga ana tjetër, ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë duket se kanë provuar çajin me banane të zjera dhe më në fund kanë gjetur një zgjidhje për këtë problem. Bananet, së bashku me lëkurat të tyre, janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike, të cilat janë të pastër nga kimikatet dhe pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanell. Përgatitja. Së pari priteni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të valuar, së bashku me lëvozhgën. Lëreni që të veprojë për 10 minuta dhe pastaj kullojeni në kulles. Shtoni pak kanell dhe pijeni atë përpara se ju të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është mënyra më e mirë për të trajtuar problemet e gjumit. Ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe e dobishme. Shumë persona të cilët kanë çrregullime me gjumin dhe kokën e vendosin në jastëk pas konsumimit të tabletave dhe preparateve të ndryshme të mjekësisë,
industriale tani nuk kanë më nevojë që ta sulmojnë shëndetin me helme, pasi këtu ne do t'ju prezantojmë një përzgjedhje tërësisht natyrale e cila garanton një gjumë të qetë. Është pikërisht fjala për përzgjedhjen e qumshtit me mjalt. Pagjumësia mundet të shërohet përmes të rrugëve natyrale, pa përdorur as edhe një lloj tablete. Qumshti dhe mjalti janë një ilaç hyjnor kundër pagjumësisë. Në një gotë qumësht të nxehtë dhe mjalt, ju duhet që ta pini atë përpara gjumit, pasi është receta ideale kundër pagjumësisë, dhe në qoftë se ndjeni uri, më së miri do të ishte që të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate, siç janë buka integrale, produkte nga mielli apo farëra, të cilat ju mund t'i kombinoni me mish, ton apo kos. Persona që lëngojnë nga çrregullimet e gjumit do të duhet që gjatë kohës së fundit të ditës të shmangin djatrat e fortë, peshkun e thatë të kriposur apo të konservuar, sallamët, mishin e thatë, lakrën e thartë, trangujt e kripur, ullint, çokoladën dhe spinaqin. Këto ushqime të përmendura përmbajnë tiramin, molekula e cila stimulon lirimin e noropinefrinës, stimuluesin e trurit, i cili na mban në zgjuar. Kafja dhe alkooli nuk është e nevojshme as që të përmenden. Në vend të antidepresivëve dhe gjërave ndihmëse për gjumë, ndryshimi i kombinimit të ushqimit tek koha e fundit tek darka do të ndikonte pozitivisht në kualitetin e gjumit. Borziloku dhe gjithashtu sherebela, ato ndihmojnë kryesisht në ndryshe nga melmesat e tjera dhe kanë një ndikim të butë qetësues. Flini gjumë se duhet të rritesh. Me siguri kjo është një nga këshillat që ju keni dëgjuar më së shumti kur ishit fëmijë nga mamaja ose gjyshja. Megjithatë, duket se nuk e kishin as pak gabim, pasi në mos për të rritur sa më shpejt, gjumi mundet që të sjellë një sër procesesh metabolike, por mungesa e tij mundet që të sjellë pasoja të rënda shëndetësore, duke rritur kështu rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës, goditjet në tru dhe diabet. Por jo vetëm, pagjumësia ka një ndikim negativ në gjendjen shpirtërore, kujtesën, por edhe aktivitetet të tjera të përditshme. Nëse ju keni kohë që nuk arrini që të mbyllni sytë, edhe pse keni provuar teknika dhe receta nga më të çuditshmet, ky çaj është pikërisht ai që ju nevojitet. Përbërësit i tij kryesor janë lëkura e mandarinës, të cilat përdoren gjithashtu për problemet e sistemit tretës, stresin, ulçërën gastrike, si edhe ulin nivelet e larta të glukozës dhe kolesterolit në gjak. Juve për këtë recetë do t'ju nevojitet 500 ml ujë, një lugë gjelle kamomili grirë, disa gjethe sherebel dhe një lugë gjelle mjalt dhe lëkura mandarinash. Zjeni bashkë të gjithë përbërësit dhe më pas filtrojeni dhe shtojeni mjaltin, i cili preferohet të jetë organik, dhe më pas pijeni një orë para se ju të shtriheni për të fjetur. Pra, herën tjetër kur ju të keni probleme me pagjumësinë, drejtohuni tek këto receta natyrale, të cilat do t'ju lënë pa fjalë me efektin e tyre të pabesueshëm. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.